Finalisti e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Gjeneta Fetau, po e mban ndezur vëmendjen e publikut edhe pas përfundimit të spektaklit. Ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku së fundmi modele nga Prizreni ka publikuar disa imazhe në Instagram, të shoqëruara me një mbishkrim që nuk kanë kaluar pa u vënë re nga fancat. Disa vajza e luajnë aq mirë rolin e viktimës sa meritoi çmimin Oscar. Shkroi ajo duke ndezur menjëherë spekulime rreth kujt mund të jetë drejtuar ky mesazh. Edhe pse nuk ka përmendur emra, ndjekësit e saj kanë lidhur postimin me tensionet e fundit që ka pasur me prezantuesen Sara Gjoka, të cilën Gjeneta akuzoi publikisht se i kishte shkruar ish partnerit e saj gjatë kohës që ishin ende bashkë. E po me sa duket, Gjeneta Fetau disi të qëndrojë në qendër të vëmendjes. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se lidhja e saj me gjestin brenda shtëpisë së famshme në Kosovë u kritikua shumë nga fancat, por edhe tani Gjeneta Fetau mendon të mbajë një lidhje sa më miqësore me gjestin, por ky i fundit i ka ndërprerë ato në mënyrë drastike. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.